Territori shqiptar për datën 25 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me vranësira kalimtare dhe intervale me diell me mundësi për rreshje të lehta shiu kryesisht në orët e paradites sidomos në veri dhe në perëndim. Në pasdite pritet stabilizim me intervale më të gjata me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimet jug-perëndimore me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3 deri 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 tetor do të jetë në orën 6:57, ndërsa perëndimi në orën 17:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius.